do të flasim sot për mjekësi. Përdoren shumë procedura dhe për diagnostikimin dhe trajtimin e patologjive të ndryshme që janë me hapin e kohës, kështu që shumë risi. Kjo ndodh sidomos në Spitalin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në Tiranë, ku gjithmonë më shumë përdorin risi që ndihmojnë pacientët. Do të ndaj me ju sot një bisedë rreth radiologjisë intervencionuese me mjekun radiolog interventist profesor doktor Ilirian Laçi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të jem në Wake Up. Është kënaqësi edhe për ne që kemi doktor, kemi mik të këtij programi. Po doktori po më thoshte Heidi që radiologjia intervencionuese, ndërhyrëse, e thënë më shqip, është një deg relativisht e re e mjekësisë krahasuar me procedura shumë më të vjetra dhe është befasuese se çfarë ajo mund të arrijë për pacientin. Gjë që ka doktorin dhe jo vetëm doktorin që kemi ne sot në studio shumë të entuziazmuar mbi mundësitë që kjo jep për pacientë ndryshëm, apo jo? Më korrigjon nëse u shpreh gabim. Jo, je plotësisht i saktë. Radiologjia intervencionuese është një deg relativisht e re. Radiologjia vetë në përgjithësi është deg e re, nuk ka më shumë se sa 100 e sa vite, ndërkohë që radiologjia intervencionuese daton rreth viteve 60 të shekullit të kaluar, ku procedurën e parë fillon Seldinger, një radiolog suedez, më pas e ka revolucionarizu kryesisht Amerika në vitet 60-70 dhe më pas është përqafuar dhe nga vendet e tjera. Diku nga vitet 80-85 është bërë angioplastika e parë. Sigurisht domethënë me hapa 10 vjeçar, sepse nuk ka qenë diçka e lehtë të implementosh, sepse janë revolucionarizuar shumë pajisjet, teknologjia, metodat, po edhe botë kuptimi për t'i pranuar këto si metoda, krahas metodave të vjetra tradicionale, që sigurisht kanë vlerë të jashtëzakonshme, por kur është më e mundur me një metodë më të thjeshtë, me pak invazivitet, për një efekt shumë të mirë, gjithkush do preferonte një metodë mini invazive. Në Itali, po themi, që unë kam pjesë më të madhe të trajnimeve dhe të kualifikimeve, është i vend që radiologjia intervencionuese ka arritur majat, domethënë bëjnë procedura të jashtëzakonshme dhe mund të them që edhe databaze, edhe të dhënat, edhe rezultatet e trajtimeve janë fantastike. Sepse kjo ka qenë dhe mënyra se si ka lindë radiologjia intervencionuese, nuk është se një grup mjekësh, po themi, marrin pacientët dhe vendosin t'i trajtojnë në këtë mënyrë. Ideja është që merren grup popullat pacientësh të krahasueshme, po themi 1000 pacient, dhe pasi trajtohen me një metodë krahasuar me një metodë të kirurgjisë tradicionale, thuhet që dhënat janë shumë herë më të mira. Pra një krahasim i rezultateve. Eksaktësisht. Dhe rezultatet janë të shkëlqyera. Janë të shkëlqyera. Për disa metoda. Jo për çdo lloj procedure kirurgjikale, se po themi tashmë vinë edhe pacientë që nuk kanë asnjë lloj indikacioni për të trajtuar me metodat radiologjike. Ku nuk kjo, po. Janë kritere krejtësisht të përcaktuara qartë të pacientëve të cilët përfitojnë nga këto lloj metoda të radiologjisë intervencionuese. Bukurie. Edhe tani është edhe në Shqipëri, ju e keni në spitalin. Po, në Spitalin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, për herë të parë në Shqipëri, e kemi dhe krenari, ta themi që është hapur një qendër e radiologjisë intervencionuese, e cila mendon nga A deri te Z-ja për çdo hap të këtyre pacientëve që kanë nevojë për metodat e radiologjisë intervencionuese. Është bërë zakon të hidhen poshtë gjithçka që është bërë përpara. Thuhet që historia fillon me mua, jo, nuk është e vërtet. Në mjekësi janë bërë procedura të radiologjisë intervencionuese nga kolegë shumë të nderuar dhe shumë të zot, por ne në Spitalin Katolik kemi një specifik veçantë, sepse kemi menduar për një qendër unike të radiologjisë intervencionuese që bën çdo lloj procedure, që nga metodat perkutane, metodat vaskulare, trajtimet e tumoreve etj. Ku mund përmendim microwave ablation, cryoablation, radiofrequency ablation, embolizimet e tumoreve, embolizimet rektale për hemoroidet, embolizimet e miomave uterine për patologjitë të miomave uterine,
trajtime vaskulare, trajtime të patologjive të kolonës vertebrale, ku nuk kupton po themi hernie diskale, trajtimet laser treatment ose trajtime me radiofrekuencë, që janë patologji shumë të shpeshta dhe shumë të përhapura, trajtimet të varikocelave testikulare, trajtimet të angiopative periferike, të këmbës diabetike. Të gjitha procedurat realizohen në një ditë dhe maksimumi qëndrimit pacientëve është 24 orë. Bukurim. Pra këtë bën qendrë unike. Pak më vonë do të pyes që mi shpjegosh siç një person që nuk i njeh gjithë termat edhe për publikun, po e shikoj që Heidi është kurioze. Jo, po mendoja, në fakt u përgjigj një pyetjeve që doja të bëja, mund të trajtohen edhe tumoret, edhe këto patologjitë më të rënda me këtë risi. Po patjetër. Atëherë në radiologjinë intervencionuese nuk kupton që nga trajtimet të tumoreve, tumore benign apo tumore malign. Për shembull, edhe një nodus në tiroide është një tumor. Mund të jetë benign ose malign. Trajtim mund të bëhet me microwave ablation, është një metodë mini-invazive me një punksion në nivel të tumorit, bëhet një lloj hidrodisikimi për proteksion të gjithë strukturave përreth, digjet nodusi dhe pacienti maksimumi qëndron në spital rreth 4-5 orë, pas të largohet pa terapi, duke e ruajtur tiroiden. Mund trajtohen tumoret pulmonare me një metodë të krioablacion, vendosin e 2 sondave në nivel të tumorit, krijohet një sferë akulli që mbulon të gjithë tumorin. Më pas hiqen elektrodat, pacienti qëndron një natë maksimum në spital dhe më pas vazhdon një jetë normale. E njëjta procedurë aplikohet për tumoret kockor, mund të aplikohet për tumoret e veshkave, mund të aplikohet për tumorin e heparit. Për tumore më të mëdha aplikojnë procedura të tjera që është TACE, transarterial kimiotherapi, për shembull për një tumor të madh të heparit, i cili edhe për kirurgjin është shumë i vështirë për t'u heqë. Rezeksioni kirurgjik, nëse nuk gaboj. Okay. Rezeksioni i tumorit të mëlçisë, kirurgët e dinë mjaft mirë, edhe pse kemi të kirurg shumë zot, shoqërohet me risk shumë të madh operator, pra që pacienti del apo nuk del nga salla, por edhe perioperator pas disa ditësh më pas, plus ditë qëndrimi në spital. Është hemorragjia që e bën kaq të rrezikshme e mundshme, duke qenë që mëlçia ka. Pacientët në përgjithësi janë komorbid, pra kanë shumë patologji. Do të thotë mund të jenë të smur nga zemra, mund të jenë të smur nga mushkërit, e bëjnë të vështirë edhe nga ana e anestezisë për të futur në këto procedura. Ne këto procedura i bëjmë me pacient zgjuar. 1 në 10 pacientë në radiologji intervencionuese mund të kërkojë sedim. Pra sedim një lloj përgjumje të lehtë pacientit. 1 në 10. 1 në 10. 9 mund të qëndrojë zgjuar. Qëndrojë zgjuar. Për shembull mund ndjekim tumor të veshkës me pacient zgjuar. Çfarë bëjnë ndërkohë shohin një film apo? Jo. Por bashkë bisedojmë me pacientin, domethënë. Pra ai është koshient, është zgjuar. Pacienti është koshient sepse ne bëjmë një anestezi lokale, duke i kriju pacientit komoditet për këtë procedurë. Mund trajtohen arteriopatit periferike për këmbën diabetike, në pjesa më e madhe pacientë për fatkeq në Shqipëri shkojnë në amputacion. Ndërkohë që është një procedurë mini-invazive, nëpërmjet arterjes femorale futemi në nivel të vendit ku ka ndodhur stenoza, pra bllokimi, vendosim një stent ose bëjmë balonim, rikthehet fluksi arterial në nivel këmbës dhe kështu shpëtojmë një këmbë. Pra ajo që kuptojmë, që ta shpjegojmë pak, është që duke qenë se janë mini-invazive, do të thotë që ne anashkalojmë të gjitha këto efektet anësore dhe pak më të rënda që ndodhin dhe janë aty prezente në kirurgjinë klasike. Pra si anestezia ne anashkalojmë, se është një nga rreziqet më të mëdha gjatë një operimi. Jo vetëm, sepse ne kemi të bëjmë, po themi, ka rrisje operatore, por ka dhe rrisje post-operatore. Do t'ju shpjegoj për shembull trajtimin e hemoroideve me embolizim. Hemoroidet janë një patologji shumë e shpeshtë edhe në popullatën tonë, po edhe në mbar botën, dhe është parë që në rastin e hemoroideve ka një fluks të shtuar në nivel të rektumit, pra të pjesës së anusit, ku kthimi venos është i dekompensuar, pra më shkon më tepër gjak dhe më pak fluks kthehet mbrapsht. Dhe gjaku mbetet aty. Në mënyrë tradicionale në Shqipëri dhe në gjithë botën janë zgjidhur me kirurgji. Pra duke mbyll këto venat të cilat janë zgjeruara që sjellin gjithë
gjak rrjedhjen edhe shqetësimet gjatë defekimit. Çfarë bëjmë ne? Në rrugë femorale shkojmë në nivel të arterjes mesenterika inferiore, nga mesenterika inferiore arrim në arterien rektale dhe embolizojmë një nga një disa deg të arterjes rektale. Duke embolizuar disa deg të arterjes rektale, ne eliminojmë shkakun që shkakton stazën. Pra, këtë raport e kthejmë në favor të kthimit venoz. Dhe në momentin që shohim që kthimi venozit është i kompensuar, ne ndalojmë procedurën. Ju mund ta shikoni këtë gjatë procedurës. Gjatë procedurës, pacienti heqim shith kateter, pacienti qëndron edhe 6 orë në spital dhe ikën. Efekti është spektakolar sepse është i menjëhershëm. Ndalon menjëherë hemorragjia dhe ndalon menjëherë gjitha simptomat. Ajo që më tingëllon mua entuziazmuese, gjithmonë duke nënvizuar faktin që unë nuk jam një mjek, është që ti mund të shmangësh, pra, një ndërhyrje kirurgjikale. Kur ti thua që ne mund të trajtojmë një tumor qoftë benign, qoftë malign në mushkëri. Pra, sepse në kirurgjin klasike do të kërkonte hapjen e këtij organi jetësor, pastaj ti mendon për infeksione të mundshme, mbylljen e plagës, koha rikuperimit që duhet. Ti mund të shkosh atje ta ngrish praktikisht këtë tumor ka disa metoda, kam përshtypjen, po. Patjetër. Pra, le të themi që është një tumor rreth 1 centimetër. Po i referohesh kriablacione. Kriablacioni, radiofrequency ablation dhe microwave ablation janë gjitha metodat perkutane. Pra këto futen te procedurat që ne nuk futemi në organizmin e njerëzit në rrugë natyrale, por ne hapim rrugë të tjera. Pra kanë specifik të veçantë dhe trajtojnë një numër të madh patologjish realisht, por që kanë efekt spektakolar për sa i përket të rezultateve. Këto metoda mund të jenë të veçuara, por ndonjëherë mund të jenë dhe të kombinuara me metodat sipas rastit, ku ne zgjedhim rrugë native, po themi zgjedhim rrugë natyrale, siç janë arteriet apo venat për të arritur në nivel të tumoreve. Është interesante të shpjegoj dhe rastin e TACE, transarterial kimiotherapi, që është një procedurë që futemi në rrugë në nivel të arterjes femorale, arrim në nivel të trungut celiak, arterjes hepatika propria dhe arrim të embolizojmë, pra të injektojmë kimioterapi në dozë shumë herë më të madhe sa kimioterapia që japim në venë. Që shkon kudo në trup. Po që shkon kudo. Në rastin konkret shkon eksaktësisht vetëm brenda tumorit. Vetëm aty ku duam ne që të shkojë. Po. Dhe ajo është e miksuar në një mishel me lëndë embolizuese. Njëkohësisht ne shkaktojmë efekt të dyfisht të tumorit hepatik, pra të tumorit në ëmbëlqi. Edhe vendosim aty lëndë kimioterapeutike në dozë shumë herë më të lartë se sa ajo që jepet në venë, dhe nga ana tjetër e embolizojmë, i shkaktojmë iskemi, pra i furnizojmë rrugën arterjes, e bllokojmë arterien që furnizon tumorin. Pra efekti është spektakolar, është dyfisht. Ndonjëherë këtë e kombinojmë me metoda të tjera, edhe me microwave apo cryo. Tashmë ne po shohim rezultatet të pacientëve të trajtuar me këtë metodë. Unë kam pacient të trajtuar prej 5 vitesh, kolegët që janë onkolog apo kirurg, di të them që pacienti i trajtuar para 5 vitesh me hepatokarcinom me metastaza intrahepatike, ata e kuptojnë mirë çdo thotë ky rast. Pra sa është survivanca e këtij pacienti me trajtim nuk e ka vitin, me kimioterapia, është pacient që unë para 5 ditësh takova në rrugë dhe më hodh me duar në qafë që është gjallë shumë mirë. Është shumë mirë. Është shumë mirë kur të sulmojnë në thonjza pacientët në rrugë me përqafime. Ose them rastin spektakolar të ideali që vinte nga Hasi. Hasi shkon shumë shpesh për vizita në Prishtinë. Atje kishin vizituar një mjek ortoped, i cili për fat kishte qenë në konferencë ku unë referova në Prishtinë trajtimin me kriablacion të tumoreve ose ishte në dieni të procedurës, i thotë shiko, thotë ken në Tiranë një doktor që bën këtë procedurë. Djali 13 vjeç përdorte çdo ditë të paktën 5 paracetamol dhe 5 ibuprofen, nga dhimbja nuk qetësohej. Bën një procedurë mini incizion 2 mm, ngrirje, duke kështu si lojë, por në të vërtet pacienti pas procedurës as ndjell dhimbje dhe kur erdhi pasi muaj, domethënë ishte krejt okay, ti ndjen një satisfaksion të madh. Domethënë të gjitha këto procedura
nuk jam për të sjell sfida asnjë degë, asnjë disiplinë tjetër të mjekësisë, por janë në fund fare është për të mirën e pacientit. Pra të gjitha këto procedura i shërbejnë pacientit. Në kohë i shërbejnë në saktësi, në ulje të komplikacioneve intraoperatore dhe më pak komplikacione postoperatore. Dhe ajo që kanë të mirë këto janë gjitha procedurat përsëritshme. Për shembull, kam po prap pacient që ka bërë një procedurë, ka një lezion tjetër, ne kemi trajtuar. Ky pacient, po themi që ju them, vërtet ka 5 vite që jeton. Po ditë qëndrimi në spital ka vetëm 3 net në total. Dhe s'ka terapi. E kuptoj. Pra, është shumë spektakolare. Po flasim për kancer në mëlçi. Kancer në mëlçi, po. Kancer në mëlçi, 5 vjet, asnjë problem, 3 ditë në spital gjithsej. Sepse ka një gjë shumë magjike. Kur një tumor ndodh që rritet në brendësitë e një organi, kirurgjia klasike do duhet që të presi këtë organ, apo të ndërhyjë atje duke çarë një rrugë dhe kjo. Po dhe kemioterapia ose radioterapia, edhe sado është e lokalizuar të shkatron, të ndikon gjithë trupin. Këto janë, këto metoda janë pjesë e algoritmave, të trajtimit në onkologji në gjithë botën. Për fat keq në Shqipëri mungon një lloj edukimi. Un kam mbaruar fakultetin e mjekësisë edhe specializimin dhe asnjë rresht nuk përmendet radiologjia intervencionuese, ndërkohë që është një realitet shkencor dhe realitet praktik shumë i prekshëm. Do t'i them në Itali është në majat. Absolutisht po. Aty ku un kam bërë master, kualifikime dhe gjitha specializimet është në maj. Do të them që një tumor në mëlçi 2 cm që ti bën 8 cikle kimioterapie dhe ke 0 rezultat. Pra për më tepër pas 8 cikle kimioterapie nga 2 cm ka vajt 3 cm, do mjaftonte një procedurë microwave, pra një punksion me elektrod, 10 minuta ablacion dhe ti nuk e ke më tumor. Ti gëllon aq e bukur, aq e mirë dhe është shumë efektive. Duket njohur dhe personalisht e di që këto nuk janë, ne nuk po shesim vaj gjarë për këtu, siç thon ata kur. Kjo është dhe më pëlqen që radioterapia intervencionuese është ndoshta gëshëtimi më i natyrshëm i mjekësisë me teknologjinë. Me këto janë të mundura vetëm për pasojë e zhvillimit teknologjik shkencor. Zhvillim teknologjik shkencor është komoditet për pacientin, është sukses i madh trajtimi. Në fund fare këto pacient ne nuk kemi në gjendje sepse numrat tonë janë të vegjël për të bërë evidenca dhe për të bërë, po themi, për të bërë të krahasueshme, se si bën krahasimet në botë. Po themi 1000 pacient merren në Niguarda të Milanos, 1000 pacient në Gemelli, sa përqind e këtyre pacientëve jetuan në Niguarda, sa këtyre pacientëve jetuan në Gemelli, dhe themi që shiko se ky protokolli në Gemelli është më i mirë se protokolli në Niguarda. Numrat e tregojnë. Mënyra e jetesës, pra kualiteti i jetës së këtyre pacientëve tregon, pra kështu bën krahasime dhe kështu bëhet shkenca. Nuk bëhet shkenca është me kë krahasojmë, po themi ne. Nuk mund të krahasojmë QSU ton me spitalin e Librazhit, me gjithë respektin që ka. Pra evidencat bëhen duke krahasuar spitale të krahasueshëm me me diagnozë të njëjtë, me numra pacientësh, sukses trajtimi dhe kualitet jetët të këtyre pacientëve. Kështu bëhen krahasime. Mendoj që kemi gëzuar shumë njerëz. Po, e mendoj edhe unë, janë ato lajmet që duam të dëgjojmë, ato risit që duam të dëgjojmë, një pyetje të fundit se nuk na e lejon koha. Si e shihni të ardhmen pra radiologjisë intervencionuese në Shqipëri, do zhvillohet, do heci? Unë e shikoj si çdo gjë të re që shqiptarët, domethënë, janë të rritur për gjërat e reja. Kam shumë besim që do ketë super zhvillim. Unë për fat jam edhe pedagog dhe i shoh studentët që vinë dhe entuziazmohen. Nuk ka student në fakultetin e mjekësisë që thotë në vit parë, vit 2, vit 3, vit 4 që thotë do bëjmë radiolog. Asnjë. Por jam i mahnitur nga një numër i madh studentësh që vinë dhe pasi shohin radiologjin, nuk është më thjesht radiologjia klasike, por që thonë unë më pëlqen radiologjia intervencionuese dhe unë me kokën time i kam pikas disa që do doja shumë t'i kem pjesë kolegët e tu të ardhshëm, po. Ne në
jemi në tratativa për të hapur edhe një specializim të radiologjisë në Spitalin Katolik, e sigurisht do ketë dhe prurje dhe aty më pas do selektojmë, po themi, kështu studentë të cilët do kenë dëshirë të bëjnë këtë, sepse radiologjia intervencionuese, të them të drejtën, është pak dhe skills, domethënë është dhe aftësi, është një specialitet ku ndërthurë njohurit me aftësitë që ke ti manuale, domethënë duhet të përdorësh dorën e majt, dorën e djathtë. Jeni pak si snajpera juve, doktor. Eksaktësisht, nuk të toleron radiologjia intervencionuese 2-3 herë, domethënë një goditje dhe kaq. Po, është një mrekulli, e shkencës. Doktori Lirian Lançi nga Spitali Katolik Zoja e Këshillit Mirë për na treguar për këto risi. Tani qendra e parë e radiologjisë intervencionuese për pacientët shqiptar është e hapur atje dhe ju mirëpret, domethënë është kirurgjia pa gjak, siç ti e quajte. Pak më herët ka një rrugë shumë të lehtë për ta trajtuar atë tumorin edhe me sukses, siç më përmendën këta pacientët në shembull që dhe shumë shpresdhënës edhe bravo ju qoftë. Shumë faleminderit doktor.